selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Këshilla e sodit ka të bëjë me titullin Bëhu sikurse era e dobishme që sjell me vete bereqet. Era e dobishme, kështu e ka përshkruar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas, djali i Axhës tij, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë ishte bujar. Me fjalën bujar, edhe fjala fisnik, edhe bujar, pak a shumë kanë kuptimin dorëdhënës, dorëlir, ai i cili jep sadak, bën mirë, edhe çdo kush që rrin nga ati veç e sheh hajrin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka qenë bujar. Kur ka ardhur Ramazani ju ka shtu bujaria, sa ai i ka përngja erës, kur është në një tokë të thatë, një tokë e pa shi, edhe kur e presin që bajt në atë kohë dhe njerëz të mençëm e kanë ditë kur fryn filën venin, filën drejtimin era, kur fryn kjo bjen shi, kjo bjen borë, kjo bjen furtunë, tjerë i kanë dallu ato. Thot, e kanë ditë njerëzit pejgamberin alayhi salatu wasalam sikurse era, pas të cilës vjen shiu i butë, se mund më ardhë shiu me vërshim, me telashe, me përmbytje. Pejgamberi ka qenë i tillë. Thot, gjithmonë ishte i tillë, sidomos në Ramazan. I shtohej bujaria. Të dashur vëllezër, në Ramazan ju shtohet shpërblimi punëve të mira. E një prej veprave që duhet me pas parasysh në Ramazan është me dhënë sadak. Kush ka mundësi, ju këshilloj që me bani kac të shtëpia një diçka si lloj gote, ato enët që janë që qesish para aty. Edhe për ditë me qit spaku ka 1 euro. Edhe me u shkruaj te Allahu xhaleshanu që filani ka dhënë sadak për ditë. Kur vjen Bajrami, një ditë para Bajramit ose ditën e parë Bajramit, i mbledhesh ato 30 euro, 40, 20, sa ke pas mundësi me qit. Edhe ja çon një fukaras, ja çon dikujt i cili ka nevojë e gëzon. Plus, prej dobive të kësaj mesele, domethënë është që në Ramazan me mujt njeriu me i dhënë iftar dikujt, me i shtru iftar dikujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ai i cili jep iftarin një agjëruesit e ka shpërblimin çu ka agjëruar të ditën, edhe ky e ka shpërblimin njëjtë sikur sa ai, pa ju mungu atij kur gjën nga sevapin, nga shpërblimi. Por këtu nuk duhet ta bëjmë një keq kuptim. Me menu dikush me trunin e shejtanit, me thonë atër mas ikona sevap që ashtu s'po mau në Ramazan hiç. Pithiri ka 2 ditë, ka 2 veta çdo natë, pi u qes iftar, ti që pa agjëresh i ki 30 ditë 30 sevap, unë 60, edhe s'ku ma agjëru hiç. Me menu që mund me alshu fore, Allahu xhaleshanhu, jo kështu. Nuk ka për qëllim nëse unë kam mundësi me agjëru, unë duhet me agjëru, ama kam ekstra shpërblimin nëse i jap diku iftar. E kam ekstra shpërblimin, pa ju mungu ati asgjë nga shpërblimi i vetë. Pra ime duke folë me u bon si kurse era dobishme e cila me vete sjell shi të bereqetshëm, jo shi të damshëm. Pastaj kemi veprën tjetër. Shumica e njerëzve në Ramazan e japin zeqatin. Qashtu njerëzit e kanë, na shohim praktikisht se shumë njerëz në Ramazan e japin zeqatin. Kjo është mirë, është e lejume. E ke fillu zeqatin me dhënë para 3 vjetë, para 5 vjetë. Allahu xhaleshanu të ka bind me dhënë zeqatin, jepe. Mos e vëna, jepe në Ramazan. Nëse nuk ki mundësi me dhënë kret, për arsye se personi që dush me dhënë nuk është këtu, ose ti je ngërbet, s'po mundesh me aqu ati fukaras ati personi që ke bon jetë, bën ti mi dapi pareve tua, i dan, i len që aty në anash që to janë parët e zeqatit. Kur do që takosh me atë fukaran, me atë personin që ke bon jetë me adhonë, ty konsiderohet në rregull. Konsiderohet në rregull edhe pse se ke dhënë me një herë. Me rëndësi ke da, edhe pse ke vonu 2 javë, 3, 1 muaj. Jepeni zeqatin. Mos qudhimet parje për me dhënë zeqat. Para mendo sadaka, çfarë sevapi ka, mas paku 10 fish, e mesatarisht 700 fish. E ajo ma e nalta pa hesap është shpërblimi i sadakës. Kthehet në shnet, kthehet në rrallëk familjar, kthehet në mirësi, kthehet në evlad, kthehet në iman, kthehet edhe në pare, kthehet sadaka edhe në pare.
Nuk ka mundësi dikush që jep sadak, Allahi mos më dhon mas paku 10 fish. Në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka një sahabi edhe i ka dhënë një deve të lidhur me konop, i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Rasulullah merr çet devën për hir të Allahut për jap sadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bë me dorë kështu. I ka qit dorën sikur kur këshyr dikush larg. Thot la ilaha illallah, pasha Zotin, thot Allahu xhalla shanuhu mi shfaqe devet e tua në xhenet që ti përgatiti Zoti me i taku kur çka është në botën tjetër 700 të tilla, të gjitha të lidhura me konop të prit kur çka është në xhenet. Hala pa ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konopin dorë, veç Allahu ja çaj. O bonga vakte. Dhe zë ato dritën të mrapa. Dhe zë këtë xhamin bane dritë bane. Jo kështu si në përgjëm. Gjallni, qashtu. Allah në bëtë për atyne që apim sadake tjere edhe pashtu edhe vitrat mos harane, mas jemi të folë për edhe vitrat. Keni kujdes edhe vitrat me i dhanë me lejet Allahu Azza wa Jall, edhe me plotësuar një farforme, kreç problemin e këtij muaji, pra të bëhemi të dobishëm edhe në aspektin ekonomik. Allahu na i pranon ibadetet.